Ekziston në Shqipëri shpreha se dikush pranoi Islamin apo hyri në Islam. Megjithëse e deklaron veten besimtar dhe më parë. Pra besimtar musliman dhe i beson kurset e imanit dhe shtyllat e Islamit. A vlen ky pohim kur personi fillon namazin apo ai është besimtar dhe në momentin e mëparshëm? Padyshim se personi i cili i thot vetes unë jam musliman, beson Allahun, ditën e gjykimit, çështjet më elementare të besimit, por për disa shkaqe apo tjera, normalisht ignoranca, keq edukimi i tij, nuk e ka falur namazin, ne arsytojmë te njeri me veprat e tij, me ignorancën e tij, e arsytojmë dhe themi që ai ka qenë musliman, por tani e ka përforcuar Islamin e tij. Kjo shprehje ka hyrë në Islam, kjo është e saktë që përdoret do të thotë shpesh në Shqipëri, por normalisht njerëzit kanë për qëllim në të shprehje që ka filluar pra të fali namaz, pra është namaz falës. Po nuk do të thotë që s'ka qenë besimtar më parë.